e saj. Kemi parasysh aty që i përmendet janë lufta 12 ditore e cila u shoqëruar me pasoja në ndërshtimin e efekteve që pat ajo për parandalimin e konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, por edhe për reduktimin e arsenalit bërthamor të Iranit. Dhe kjo është, po themi, një strategji e mirë menduar e SBA-s për dhënë edhe mesazhe force për ta imponuar tryezën e bisedimit për kushtet që ai kërkon. Por nga ana tjetër, nuk e di nëse është rasti për Iranin që të da përballë të këtij presioni, përpara asaj që ka përjetuar në tryezën e bisedimit të dalë i poshtruar, por do të vijnë të vlerësohet në analizën e gjithë situatës asaj që palët kërkojnë, ku secili të dalë i fituar. Po mendoj që presioni amerikan duke qenë i madh dhe kjo prezenca e saj në këto qoftë në ngushticën e Hormuzit, po edhe në gjithë bazat e saj ushtarake të lindjes mesme në Irak, në Katar, në Oman, Bahrein, e kështu me radhë, kuptohet janë shqetësuese, sepse në çdo kohë ato mund të godasin dhe një gjë të tillë Amerika e ka treguar, por Irani nga ana vet ka treguar, ka deklaruar që pavarësisht faktit dhe këtij presioni, reagimi i saj do të jetë i minjëhershëm dhe kuptohet efektet do të jenë reale. Kemi parasysh do janë reale sepse boshti i rezistencës pavarësisht goditjes që mori Irani, ai ekziston dhe mund të reaktivizohet në çdo kas duke përshkallëzuar këtë konflikt edhe në gjithë rajonin e lindjes mesme, qoftë në milicia shiite në Irak, apo në Siri, apo Hezbollahut në Liban, dhe Houthit në Yemen, e kështu me radhë, dhe si i tillë përfaqësuesit e palës iranian ka thënë që lufta do të jetë reale, nuk do jetë thjesht vetëm një përplasje midis Iranit edhe SBA-s apo kuptohet Izraelit. E qartë. Zotëri Elezi Ndërkaq, ekspertët paralajmërojnë se opsioni ushtarak është jashtëzakonisht i kushtueshëm për të dy palët. Mendoni se e ka realisht SBA-ja luksin politik, por edhe atë ekonomik për një luftë të re? E ndruar në këndvështrimin e generalëve të luftës së SBA-s, gjithë në historinë e gjithë luftave që janë bërë, qoftë nga Afganistan, në Kore, në Irak, e kështu me radhë ndërhyrja ushtarake e SBA-s, po themi toksore, ashtu që ka qenë një katastrofë për hir vërtetës, pavarësisht rezultateve fillestare apo ata afatshkurtra, e parë në këndvështrimin afatgjat ka qenë një humbje në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në aspektin ushtarak, shoqëruar kemi numër të vërash me dëm ekonomik, kemi parasysh efektet e një ndërhyrje ushtarake janë me miliarda euro në ditë, sepse do mash një arsenal i madh infrastrukturë ushtarake që do majt dhe kuptohet makineria e luftës kanë shumë kosto dhe e parë në këndvështrimin e Shtëpisë Bardhë atë që ka deklaruar presidenti Trump që kjo unë nuk do jetë presidenti i paqes dhe i luftës, nuk besoj që ai do të ketë një strategji, po themi ushtarake për të sulmu, por mund të jetë kirurgjikale, siç ato u bën për gjatë luftës 12 ditore, apo goditjes Hammer Night, që ishte që kishim mes natësh, ku çfarë reduktoi arsenalin bërthamor të Iranit, dhe kësaj mund të jetë strategjia dhe jo një strategji ushtarake përplasjes frontale midis tyre, sepse në vetë historia ka treguar që ishte një dështim në historikun e gjithë luftimeve të bëra, por mund të jenë një fitore afatshkurtër, por në termat afatgjatë kjo do ishte gabim i madh dhe nuk besoj që Shtëpia e Bardhë dhe presidenti, departamenti i shtetit, ai mbrojtjes, CIA dhe gjithë strukturat dhe institucionet do ta këshillojnë presidentin e SBA-s për të hyrë në një konflikt, sepse hyrja në një konflikt do të ketë efekte jo vetëm politike siç ju përmendet, efekte në kuptimin e saj që për presioni i publikut amerikan vendas po edhe ndërkombëtar mund të jetë i tillë saqë është kundër luftës, por edhe nga ana ekonomike kemi parasysh për rëndësinë strategjike dhe gjeostrategjike që ka Irani dhe ngushtica e Hormuzit, përmes cilës kalon 20-30% e gjithë furnizimeve të naftës dhe gazit, dhe një situatë konfliktit do të merret të shoqërohesh edhe me një vendim të Iranit për ta mbyll atë dhe efektet do të jetë katastrofal në kuptimin e rritjes çmimeve, rritjes e inflacionit. Do të prodhonte kjo, zoti Elezi, një krizë energjetike nëse do të mbylleshin këto korridore, pra bëhet fjalë për ngushticën e Hormuzit dhe korridorin Bab el Mandeb?
Patjetër nderuar, sepse në rast se do të aktivizonte edhe ai që thatë ju i vuthit në mend, të cilët kontrollojnë edhe ngushticën e Babelmend dhe daljen detin e Kuq, përmes cilës kalojnë gjithë furnizimet e gazit dhe naftës për në pjesën e Afrikës, po ashtu edhe në Evropë, efektet do të jenë të mëdha. Kemi parasysh që don ngushtica Babelmande dhe ngushtica Armuzit, po themi janë, po themi në gjuhën metaforike janë dy nga ngushticat që kanë bërë me fytyn e botës, në kuptimin e asaj që bota merr frym dhe mbijeton për shkak të rëndësisë dhe peshës madhe strategjike që kanë furnizimin e këtyre rezerva energjetike. Kemi parasysh pozicioni shtetë strategjik i këtyre dy pikave dhe këta e menaxhon, po themi në mënyrë relativisht absolute e menaxhon regjimi i Ayatollah, regjimi i Iranit përmes gardës së saj dhe gjithë infrastrukturës së ngritur në gjithë boshtin e rezistencës dhe kuptohet efektet, po themi, e një lufte të gjatë, jo thjesht vetëm një lufte afashkurtër ku ndikimi do të jetë i tej lart në ekonominë globale, do të jetë katastrofal. Do të jetë katastrofal dhe do të jetë një ndikim për ekonominë globale, po edhe atë të ekonomisë reale të shoqërisë, qoftë në Evropë, po dhe në SBA, në Afrikë, kështu me radhë, do të rriste shkallën e ndërgjegjësimit të këtyre shtetë dhe popull kundër luftës. Dhe mendoj do pa në balans dhe do vinë gjithë këto interesa, dëshira e SBA-s për të parandaluar Iranin në programin e vet bërthamor pasurimit apo për t'i vënë presion për të përmbush kushtet e marrëveshjes së saj në tërheqjen e bisedimeve, do të parë në aftësinë rraguesit të Iranit, i cili ka deklaruar që ne jemi të gatshëm për negociata, për të ulur për diskutuar, por që nuk janë tërheq dhe për balë këtij presione dhe kanë treguar dhe aftësinë e saj rraguese, do të thotë që në mbrojtje të integritetit, të sovranitetit, po dhe interesave kombëtare të tyre, kuptohet reagimi do të jetë, po themi, proporcional brenda mundësive që ka, sepse sot i ka këto kapacitete dhe fuqi, ka dimensionin demografik rreth 80-90 milion banor, ka sipërfaqe, ka thellësi strategjike, ka infrastrukturën e saj ushtarake, kemi parasysh nivelin e shumt dhe të armëve balistike, raketave, ashtu edhe arsenalin tjetër të forcave toksore dhe ka dhe një lloj po themi një forci një forci strukturash të tillë që e ngritur mbi kultin e Ayatollahut dhe mbi konsiderata ideologjike dhe shumë e vështirë për ta zhbërë si shtet, se koha e ka treguar, historia e këtij shteti që përballë fortunave të luftave dhe presioneve që ka pësuar nuk është zhbërë. Dhe mendoj që Irani do të mbijetojë dhe do të ditë të gjejë po themi kompromisin përballë presionit ndërkombëtar. Po kemi parasysh që Irani nuk është vetëm këtë betejë, është Kina e cila e shef si zonë shtet jetike për kanalet e saj të furnizimit me energji dhe gaz, po ashtu edhe ka një aleancë strategjike edhe me Rusinë, dhe një humbje në këtë betejë e Iranit përballë perëndimit dhe për SBA-n do të jemi edhe një ulje imazhi dhe një po themi edhe për këto vende, në humbi. Në fakt, zoti Elezi, sa i përket Rusisë, raportohet nga media prestigjioze se ka një marrëveshje të fshehtë raketore mes Iranit dhe Rusisë. Mendoni sa reale shihni këtë dhe nga ana tjetër nëse kjo është e sigurt, mendoni se do të shndrohet në një krizë ose në një përplasje më të gjerë gjeopolitike mes këtyre bllokeve? Absolutisht e nderuar, rasti përpos i Ukrainës, e cila më tepër është involvuar Rusia përballë perëndimit, po pas saj janë edhe Kina dhe të gjitha ato të tjera. Rasti i Iranit është shembull tipik i përplasjes gjeopolitike midis interesave të fuqive të mëdha. Kemi parasysh perëndimin dhe SBA-s e ndar këtu me Rusinë dhe Kinën. Po më tepër mbështetësa është Kina që lidhet pikërisht me atë që thamë, me sigurinë e saj energjetike, asaj që Irani i afron asaj. Se imagjino po të referohemi gjeopolitikës së hartës në zonë kufitare me Iranin, jashtë në perëndim në lindje është Afganistani dhe aty përmes saj kalohet edhe është komunikimi edhe me Kinën. Dhe në rast se do të ju mbas ndikimi i Kinës në këtë zonë, kemi parasysh do të ngelet të zbulua vetëm me pjesën, do të kemi varësinë e saj nga veriu nga Rusia.
dhe kuptohet edhe gjithmonë e ekspozuar dhe në rrisjet e saj për klasës mundshme në jug. Dhe kemi parasysh konfliktin me ishujt e Kinës jugore, po edhe me ato të vendet e tjera, qoftë me Japoninë, me Korenë e Jugut, po ashtu edhe me Indinë, dhe në tillë Kina e shef me shumë interes të madh dhe gjeostrategjik mbështetjen që du t'i jape Iranit dhe nuk i intereson rënia e një regjimi të Iranit për këtë e mbështet. Po kështu edhe me Rusinë. Me Rusinë ka një aleancë gjeostrategjike që da daton ndër vite, po që është përditësuar, kemi parasysh edhe kontekstin e zhvillimit të luftës qoftë në Ukrainë, por edhe ato të mëparshme, ku gjithmonë kjo zonë ka qenë pjesë e ndikimit të zonës influencës ruse, parë në kryqëzimin e marrëveshje të herpaseshme, qoftë kuadre pa ato të veçanta në fushën e bashkëpunimit ushtarak, fushën e këtyre raketore të energjisë bërthamore, të inteligjencës, të infrastrukturës. Edhe sikundër edhe kuptohet edhe Irani ka furnizuar me sistemin e vet raketor Rusinë në konfliktin me Ukrainën, dhe nga ana tjetër edhe Rusia ka investimet e veta në arsenalin bërthamor në pjesë caktuar të Iranit, në pjesën afër ndetit afër po themi në pellgun e Gjirit Hormuzit, dhe si tillë kuptohet në konfliktin që ndodhi nuk doli ishte shumë i kontrolluar, po themi, konflikti me Iranin, që nuk u cënuan interesat të rusë në investimet aty, dhe kuptohet gjithçka do të jetë në pjesë e diskutimeve dhe nuk mund na shkalohet absolutisht as Rusia